Kushtimi për familjen e shenjtë. Në këtë lutje, ne ja kushtojmë familjen tonë familjes së shenjtë dhe kërkojmë ndihmën e Krishtit, i cili ishte biri i përsosur, Maris, e cila ishte nëna e përsosur, dhe Jozefit, i cili si baba kujdestar i Krishtit, jep shembullin për të gjithë baballarët. Nëpërmjet ndërmjetësimit të tyre, shpresojmë që e gjithë familja jonë të shpëtohet. Lutja në nder të familjes së shenjtë. O Zot, atë qellor, ishte pjesë e dekretit tënd të përjetshëm, që biri i yt i vetëm lindur, Jezu Krishti, shpëtimtari i racës njerëzore, të formonte një familje të shenjtë me Marin, nënën e tij të bekuar, dhe baban e tij kujdestar Shën Jozefin. Në Nazaret jeta shtëpiake u shenjtërua, dhe një shembull i përsosur ju dha çdo familje të krishtere. Na jep të lutemi ty, që të mund t'i kuptojmë plotësisht dhe t'i imitojmë me besnikëri virtytet e familjes së shenjtë, në mënyrë që të bashkohemi me ta një ditë, në lavdinë e tyre qellore, nëpërmjet të njëjtit Krisht Zotit ton. Amen. Lutja para sakramentit të bekuar, në nder të familjes së shenjtë. Na jep o Zot Jezus, mundësinë të imitojmë me besnikëri shembujt e familjes tënde të shenjtë, në mënyrë që në orën e vdekjes sonë, në shoqërinë e nënës tënde të lavdishme, Virgjëreshës dhe të Shën Jozefit, të meritojmë të pranohemi prej teje në banesat e përjetshme. Amen.